Përshëndetje. Ka një specie të veçantë meshkush që nuk I gjen në librat e biologjisë, por I gjen kudo në Shqipëri, në për kafene, në familje, në lidhje, në divanin e mamas. Janë ata djemë që nëna I ka rritur si mbretër të shtëpisë, djemë të llashtuar, të preferuarit e mamas, fëmijët e përkëdhelur që nuk prekin një pik ujë me dorë se mund të ftohen, nuk lajnë pjatat se është turp, nuk bëjnë punë se janë për çupa dhe mendojnë se dashuria e një gruaje funksionon si shërbim hotelerie me fatura të papaguara. Këta meshkuj janë agresiv, vetëm me fshesën, alergjik ndaj detyrave të shtëpisë dhe krenar për faktin që nuk din të bëjnë asnjë vezë të skuqur. Por, çfarë I bën ata të dështojnë si partner? Pse lidhjet e tyre marrin formën e një tragjedie humoristike? Përgjigjja është shumë e thjeshtë. Nëna e tyre I ka përkëdhelur shumë kokën, duke I futur në rolin e mbretit pa mbretëri, kreu I shtëpisë pa përgjegjësi, mashkulli I fortë, po me shpinë të butë. Mamaja e shenjtë që I prish jetën të birit. Le t'i japim nderin që I takon fajtores kryesore, mamas. Ajo nuk e llashton se e do shumë, e llashton se ka nevojë që të ndihet e rëndësishme. Djali është projekti I jetës saj. Ajo ushqen, e vesh, e paguan, I pastron dhomën, I qep rrobat, I mbush frigoriferin dhe I shkon pas I ata kameramanët personal. Nëna krijon një ide heroike të vetes. Unë jam sakrifica. Unë jam më e mira. Dhe normalisht, nëse sakrifikon gjithë jetën, do dhe mirënjohje. Kë ka përkrah? Djalin. Ku do ta marrësh shpërblimin? Nga djali. Rezultati? Djali duhet ta vlerësoj, ta dëgjoj, t'i thot po, ta ngrej në qiell, t'jap statusin e mbretëreshës. Dhe kushdo që afrohet tek ai, sidomos një grua tjetër, bëhet konkurrentja që po I merr pronën asaj. Djali që nuk di t'i jap, por vetëm të marr. Kur rritesh me dikë që t'jep gjithçka, I mësuar që të marrësh gjithçka, nuk e kupton pse duhet t'i japësh. Ja, këtu fillon drama në marrëdhëniet romantike. Këta djem hyjnë në lidhje si klient, jo si partner. Presin të marrin shërbim, kujdes, përkushtim, respekt, gatim, pastrim, durim, adhurim, të gjitha mundësisht falas, si tek mamaja. Por kur gruaja nuk sillet si mamaja, ata fyen. Po si s'ma e kurose njerë këmishën mirë? Pse ma vure gjellën te kjo pjata këtu? Po si nuk më kuptove njerë kështu vetëm pa thënë asgjë unë? Ai e merr të mirëqen dashurinë siç ka marrë gjithmonë shërbimin te nëna. Dhe kur partnerja lodhet, sa I se kupton, atij duket krejt e natyrshme të jetë në qendër të kujdesit të dikujt. Ai nuk kërkon grua. Kërkon maman me trup gruaje. Në të vërtetë një pjesë e këtyre djemve nuk dashurohen. Ata zgjedhin një femër që t'i mbush boshllëkun, që mamaja nuk e mbush dot më. Duan të ushqen emocionalisht prej saj. Nuk kërkojnë partner, kërkojnë kujdes, nuk kërkojnë ndarje përgjegjësish, kërkojnë shërbim, nuk duan të rriten bashkë, duan të vazhdojnë jetën e rehatshme të fëmirisë në trup të rritur. Dhe kur gruaja lodhet, ai ankohet. Je bërë ftohtë. Jo, e nuk është bërë ftohtë. Thjesht nuk është mamaja jote. Mamaja si fantazëm në një lidhje. Në shumë marrëdhënie të tilla, mamaja nuk jeton thjesht në shtëpi, dhe nëse fizikisht nuk është aty. Ajo është prania e padukshme në dhomë. Djali e përmend gjithmonë. Mamaja tha, mamaja mendon, mamaja nuk tha kështu. Nuk ka provë më të qartë se lidhja e tij është e bllokuar. Është I martuar me nënën emocionalisht, gruaja është thjesht e dyta. Në psikologji kjo quhet varësi emocionale. Në raste të rënda quhet incest emocional. Marrëdhënia ku rolet ngatrohen dhe djali trajtohet si partner emocional I nënës, jo si fëmijë.
pa marrëdhënie seksuale, por me lidhje të ngjitshme, pa intimitet fizik, por me pushtim emocional. Djemtë e llastuar nuk dështojnë nga dashuria, dështojnë nga frika. Në thelb këta meshkuj nuk janë të këqij. Ata janë të friksuar. Frikë nga përgjegjësia, frikë nga pavarësia, frikë nga rritja, frikë nga kritika, sepse non-stop kanë dëgjuar maman lërit të tjerët. Ti je i veçantë. Nënat që u japin superfuqi pa kërkuar përgjegjësi, krijojnë fëmijë të dobët, jo burra. Ja këtu jeta kërkon përgjegjësi. Këta djem fshihen pas narcizmit, arrogancës, talljes ose indiferencës. Janë maska, jo karakter, dhe partnerja nuk ka më me këtë bashkëpunoj, ka përballë një fëmijë të rritur. Si ndryshon një djalë i llastuar? Nëse dikush pret që një grua ta ndryshoj, gabon. I vetmi moment kur këta djem ndryshojnë është kur jeta u bie, si themi ne, në çaçk të kokës, kur e merr në ball. Kur mamaja nuk është më pranë, ku partnerja ikën duke mos e shpëtuar më. Pra, kur mbetet vetëm. Vetëmia e edukon më shumë se moraliteti. Ka dy mënyra që ky tip djaloshi të rritet. Të provoj dështim real, pa asnjë nën që t'i mbaj shpirtin gjallë. Të marr barrën e vet, pa fajsuar askënd. Në momentin që merr përgjegjësinë për veten, financiarisht, emocionalisht, praktikisht, ai fillon të kuptoj se çfarë do të thotë partneritet. Dashuria nuk është shërbim. Është ndarje pune, ndarje ndjenjash, ndarje jete. Dhe një mesazh për nënat. Mos rrisni partner, rrisni djem. Nëna që mendon se i bën nder të birit duke i hequr barrat, në fakt po i krijon atij pengesa. Një djalë me shumë privilegje, por pa aftësi, bëhet i pashërueshëm në lidhje. Mashkulli nuk bëhet i fortë se i shërbejnë, bëhet i fortë se përballon. Nëna që e shpëton gjithë jetën e dëmton gjithë jetën, dhe gruaja që martohet me të e vuan gjithë jetën. Mesazhi për gratë: mos u martoni me fëmijë. Nëse një burr kërkon kujdes, shërbim dhe nuk merr përgjegjësi, nuk keni partner. Keni djalin e mamas. Gruaja nuk është shkollë edukimi, nuk është psikologu i të falas, nuk është babysitter i zemrës tënde. Ajo duhet të ketë partner me të cilin do ndaj barrën, jo fëmijë që rrit ajo nga e para. Së fundit do thosha se djemtë e llastuar nuk janë problem se janë të këqij. Janë problem sepse nuk janë formuar, nuk janë mësuar të japin, nuk janë mësuar të mbajnë përgjegjësi, nuk janë mësuar të duan si të rritur. Dhe nëse nuk rriten, nuk kanë çfarë t'i japin një gruaje, përveç lodhjes. Partnerët e vërtet lindin kur dikush zgjedh të rritet, jo kur dikush rritet në shtratin e nënës. Miq, këto do të thosha në këtë video, ju falenderoj për vëmendjen. Nëse doni mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë videot që her pas here. Dhe deri në videon tjetër, miru takofsh.